Republika e Maqedonisë së Veriut hyn në vendet problematike për lirinë e mediave për 2 vjet 9 pozita më poshtë. Deputetja e BDI-s Rina Hajdari akuzoi se procedura për miratimin e ligjit për qeveria na shkaloi mekanizmat kushtetuese. Bexheti, Stojilkoviqi dhe Mickoski përplasen për gjuhën shqipe, kryeministri kërkoi të mos manipulohet me ndjenjat e shqiptarëve. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Koalicioni Vlen shkëmbyen akuzat të ndërsjellta lidhur me ndërmarrjen shtetërore MEPSO. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Maqedonia e Veriut ra me 3 vende në indeksin e lirisë së medias për vitin 2026. Raporterëve pa kufi dhe u gjend në grupin e vendeve ku situata vlerësohet si problematike. Në 2 vitet e fundit, vendi ka rënë me 9 vende më poshtë në këtë indeks. Sipas raportimit, një nga arsyet kryesore është përhapja e dezinformimit dhe nivelet e ulëta të profesionalizmit si dhe ndikimin nga autoritetet. Brenda 2 vitesh, Maqedonia e Veriut ka rënë me 9 vende në indeksin e lirisë së shtypit. Një nga arsyet kryesore është përhapja e dezinformimit. Sipas reporterëve pa kufi, duhet bërë një dallim midis redaksive profesionale online që punësojnë gazetar dhe publikojnë përmbajtje origjinale dhe portaleve individuale që plagjiaturojnë dhe kopjojnë përmbajtje. Prandaj, ata theksojnë se megjithse televizioni është ende burimi dominues i informacionit, si shërbimi publik ashtu edhe disa nga televizionet e mëdha kombëtare kanë një nivel të ulët besimi. Vitin e kaluar, liria e mediave në Republikën e Maqedonisë së Veriut pa një rënje nga vendi i 36 në të 42-tin. Në përgjithësi, në 2 vite, vendi ka rënë me 9 vende më poshtë në këtë indeks dhe është zhvendosur nga i kënaqshëm në problematik, për sa i përket lirisë së shtypit. Një nga arsyet kryesore është përhapja e dezinformimit dhe nivelet e ulta të profesionalizmit, si dhe ndikimi nga autoritetet. Edhe pse gazetarët nuk punojnë në një mjedis armiqësor, dezinformimi i përhapur dhe mungesa e profesionalizmit kontribojnë në rënien e besimit të publikut në media, gjë që e bën median e pavarur të cenueshme ndaj kërcënimeve dhe sulmeve. Në raport thuhet se mjedisi i përgjithshëm mbetet i favorshëm për lirinë e shtypit, por agjencitë qeveritare nuk janë shumë transparente dhe gazetaria kritike është gjithnjë më e ekspozuar ndaj sulmeve. Rivendosja e mundësisë ligjore për autoritetet kombëtare dhe lokale për të reklamuar në mediat private ngresh qetësime në lidhje me ndikimin e mundshëm politik të lidhur me të. Reporterët pa kufi theksojnë se problemi i përhapjes së dezinformimit i kombinuar me standardet e ulta profesionale kontribuon në një rënje të besimit publik në media dhe hap rrugën për sulme ndaj gazetarëve bazuar në gjini, etni ose fe. Koordinatorja e Frontit Evropian, Rina Hajdari, tha se ndryshimet e ligjit për qeveri u zhvilluan në kundërshtim me frymën e përfaqësimit të drejtë dhe pa respektuar mekanizmat kushtetues që garantojnë barazinë ndërmjet bashkësive. Ajo theksoi se mos konstituimi i Komitetit të Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive përbën një problem serioz dhe të rrezikshëm. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësim serioz lidhur me, siç thon, shkeljet të rënda që shumica parlamentare ka kryer në punën e kuvendit gjatë 48 orëve të fundit. Koordinatorja e Frontit Evropian, Rina Hajdari, tha se bëhet fjalë për miratimin e ndryshimeve në ligjin për qeverinë, proces i cili sipas saj u zhvillua në kundërshtim me frymën e përfaqësimit të drejtë dhe pa respektuar mekanizmat kushtetues që garantojnë barazinë ndërmjet bashkësive. Ky refuzim nuk ishte vetëm një refuzim i thjesht procedural. Ai ishte një mesazh i qartë politik dhe institucional se po anashkalohet një mekanizëm kushtetues i krijuar pikërisht për të mbrojtur balancën ndëretnike dhe të drejtat e bashkësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Hajdari tha se mos e konstituimi i Komitetit të Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive përbën një problem serioz dhe të rrezikshëm, pasi siç tha ajo, ky organ ekziston për të shqyrtuar ligjet që prekin marrëdhënien ndërmjet bashkësive, përfaqësimin dhe parimin e barazisë në shtet. Ligji për qeverinë i cili u miratua dje dhe me cilin u shfuqizua qeveria teknike prek drejt për drejt përfaqësimin, pjesëmarrjen dhe barazinë e bashkësive.
Pikrisht për këtë arsye kërkuam që ai të shqyrtohet në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe të miratohet edhe me shumicë të badenterit, në mënyrë që asnjë komunitet të mos mbivotohet dhe asnjë vullnet politik të mos imponohet mbi vullnetin e të tjerëve. Deputeti Hajdari kritikoi edhe koalicionin Vlen, pasi sipas saj ata nuk janë në kuvend për të mbrojtur interesat e shqiptarëve dhe të komuniteteve tjera, por siç tha, për të arsyetuar dhe mbrojtur politikat e destruktive të qeverisë. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi tha se nën kryetari i Kuvendit Antonio Miloshovski nuk e ka shkelur ligjin dhe rregulloren duke mos e ndërprerë seancën e deshme që ligji për qeveri të dërgojë në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Jam i bindur se mbrëm ligji për qeveri ka kaluar në bazë të rregullorës, ka thënë Afrim Gashi. Pavarësisht kritikave dhe akuzave të opozitës se nënkryetari i Kuvendit Antonio Miloshovski ka shkelur ligjet dhe rregulloren duke mos e ndërprerë seancën e djeshme që ligjin për qeveri ta dërgojë në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, të kundërtën e thot kryetari Afrim Gashi. Ai siguron se akuzat janë politike, ndërkaq thot se Miloshovski ka vepruar në përputhje me ligjin dhe rregulloren. Rregulloria është e qartë në këtë aspekt, absolutisht mendoj se u respektua procedura me rregullore. Mund të ketë ndonjë indikacion politik pse është vepruar në atë mënyrë, unë në atë aspekt nuk ndërhyj, por sa i përket rregullorës, ju konstatoj me plot bindje, jam i bindur se mbrëm ligji për qeverinë ka kaluar në bazë të rregullorës. I pyetur nga televizioni Shenja, Gashi tregoi se do të nënshkruhet në iniciativën e Frontit Evropian të nisur në kuvend për ndryshimet kushtetuese. Duke qenë pjesë e koalicionit Vlen, tashmë edhe shumë shpejt edhe të subjektit politik Vlen, çfarëdo që kryesia, organet udhëheqëse të Vlenit vendosin në raport me këtë çështje, unë do ta respektoj. Mes tjerash, Gashi njoftoi se ligji për përfaqësim të drejtë ende nuk ka arritur në kuvend, duke komentuar propozim ligjin për deputetët. Kryeparlamentari deklaroi se për miratimin e të njëjtit duhet konsensualitet politik. Deputeti Blerim Bexheti nga njëra anë dhe Ministri për Marrëdhënie mes bashkësive Ivan Stojlković dhe Kryeministri Kristian Mickoski nga ana tjetër kanë shkëmbyer akuza rreth gjusë shqipe dhe përfaqësimit të shqiptarëve në institucione. Bexheti pyeti Stojlkovićin se është ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive apo ministër për marrëdhënie me Republikën Srpska. Stojlković e fton Bexhetin në Kumanov për t'i parë marrëdhëniet me shqiptarët, ndërsa kryeministri tha se qeveria nuk do të lejojë që të manipulohen me ndjenjat e shqiptarëve. Në seancën e sotme për pyetje deputetësh në kuvend, është zhvilluar debati i ashpër mes të kryeministrit e Kristian Mickoski, ministrit për marrëdhënie ndërmjet bashkësive Ivan Stojlković në njërin anë dhe deputetit të BDI-së Blerim Bexheti në anën tjetër, ku në qendër të përplasjes ishin sërish çështja e gjuhës shqipe dhe përfaqësimi shqiptarëve në institucione. Deputeti i BDI-së Blerim Bexheti pyeti publikisht Stojlkovićin se a është ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive apo ministër për marrëdhënie me Republikën Srpska. Ai madje kërkoi nga Stojlković që të tregojë rezultate konkrete të ministrisë dhe punës për ruajtjen e marrëveshjes së Ohrit. Çka keni bërë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit? Çfarë keni bërë për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive etnike në Maqedoninë e Veriut? Çfarë masa konkrete keni ndërmarrë në koordinimin e institucioneve shtetërore në këtë fushë? Sa programe, projekte apo politika publike keni realizuar që ndërlidhen drejt për drejt me barazin, kohezionin ndëretnik dhe obligimet e marrëveshjes së Ohrit. Dhe mbi gjitha, a jeni ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive etnike në Maqedoninë e Veriut apo ministër për marrëdhëniet me Republikën Srpska? E janë me mua në Kumanov të shihni se si jetoj me pjesëtarët e komunitetit shqiptar, do të befasoheni, u kundërpërgjigj ministri Ivan Stojlković, ndërsa akuzoi BDI-n se ka punuar vetëm për shqiptarët. Mi moham, si të izlaganje? Atë që ju keni punuar vetëm për shqiptarët tani po punohet për të gjithë. Këtu janë rezultatet dhe mund të kontrolloni të gjithë pjesëtarët e bashkësive në shtetin ton. Nëse ju duhen ende shpjegime, do t'ju jap. Unë e di çfarë ju dhemb. Është humbur kushtimisht thënë se lija e shtetit paralel në Maqedoni, aty ku merreshin të gjitha vendimet, aty ku krijohej gjithçka në shtet, aty ku udhhiqej shteti dhe aty ku nuk keni asnjë ndikim. E di se ju dhemb, por nuk mund të ju ndihmoj. Qytetarët nuk ju dhan besimin.
Në debat u përfshirë edhe kryeministri Miskoski, duke ju përgjigjur Bexhetit, i cili tha se gjua shqipe nuk respektohet. Miskoski theksoi se askush në vend nuk është kundër përdorimit të gjuhës shqipe dhe se kjo qeveri nuk do të lejojë, siç u shpreh ai, që BDI të bëjë populizëm të vogël mbi tema etnike. Për 20 vite nuk keni bërë asgjë, para se të gjithash për shqiptarët, edhe ata janë të vetëdijshëm, duan jetë më të mirë, shëndetësi më cilësore, paga, pensione dhe arsim më të mirë, nuk u duhen këto tema. Kjo qeveri nuk do të lejojë manipulim me ndjenjat e shqiptarëve. Njerëzit në shekullin 21 kanë arritur deri në Mars, ndërsa ju mendoni se me populizëm të vogël do të fitoni pikë politike, ajo kohë ka përfunduar. Miskoski shtoi se të gjithë qytetarët të vlerësohen njësoj, jo sipas përkatësisë etnike, duke theksuar se kjo është një maqeni e re e projekteve dhe reformave. Policia financiare ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore në Shkup kundër disa ish dhe zyrtarëve aktual të odës stomatologëve, përfshirë ish kryetarin MD dhe kryetarin aktual KP, si dhe antar të Komisionit Profesional në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas autoriteteve, ish kryetari ka tejkaluar kompetencat e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë duke lidhur marrëveshje me subjekte të paregjistruara për trajnime profesionale, përmes të cilave stomatologët fitonin pikë për rinovimin e licencave. Sipas policisë financiare, të dyshuarit kanë përfituar në mënyrë të paligjshme rreth 32 milion denar, ndërsa procedura hetimore pritet të vazhdojë për zbardhjen e plotë të rastit dhe përgjegjësive individuale. BDI kërkon hetim ndaj drejtorit të MEPS-os Burim Latifi, duke akuzuar për vendimet të dëmshme që i kushtojnë buxhetit të shtetit 6 milion euro. Ndërkohë, Vlen kundërshton këto pretendime dhe akuzon BDI-n për bllokim të projektit ndër vite dhe keqpërdorime financiare shumë më të mëdha. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Koalicioni Vlen kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjellta lidhur me ndërmarrjen shtetërore MEPSO dhe vendimin ndërkombëtar që lidhet me një dëm financiar prej 6 milion eurosh. BDI kërkon hetim të menjëhershëm ndaj drejtorit të MEPSOs, Burim Latifi, duke e konsideruar atë përgjegjës për dëmin prej 6 milion eurosh, që sipas tyre do të paguhet nga buxheti i shtetit. Sipas kësaj partie, anulimi i kontratës me kompaninë Energo Invest dhe zëvendësimi i saj me një kompani tjetër nga Banja Luka përbën vendim të dëmshëm dhe të motivuar politikisht. Tribunali ndërkombëtar DAB, që vepron sipas rregullorave FIDIK, i ka rrëzuar të gjitha kundër kërkesat e MEPS-os prej 19.3 milion eurosh dhe i ka njohur Energo Investit të drejtën në 6 milion euro, që do të dalin nga buxheti i shtetit nga xhepat e qytetarëve. BDI gjithashtu kërkon hetim nga prokuroria, auditim të kontratave dhe pezullim të marrëveshjeve aktuale deri në sqarimin e plotë të rastit. Ndërkaq Vlen i hedh poshtë këto akuza dhe kundërpërgjigjet duke e akuzuar BDI-n për keqpërdorime shumë më të mëdha dhe për bllokimin e projektit ndër vite. Sipas Vlenit, projekti energjetik ka qenë pothuajse i ngrirë me vetëm 4% realizim për disa vite, ndërsa kontrata kishte skaduar pa progres real. Ata pretendojnë se gjatë qeverisjes së BDI-s janë zhvilluar negociata për rritje të kostos së projektit. Është kërkuar një anekse prej pothuajse 50% të vlerës së kontratës, përkatësisht rreth 8 milion euro më shumë, gjë që është në kundërshtim me kushtet e kontraktuale dhe çdo logjikë ekonomike. Për më tepër, ekzistojnë evidenca për braktisje të njëanshme të kantierit nga ana e kontraktorit, si dhe kushtëzime me kërkesa të reja financiare. Vlen gjithashtu thekson se procedura para tribunalit ndërkombëtar nuk përbën vendim përfundimtar, por është një pjesë e një faze para arbitrazhi dhe se shteti ka ende mundësi ligjore për të mbrojtur interesat e tij. Forumi për ndryshime në arsim ka akuzuar se Arbresha Bexheti Ferati, e angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë, është avancuar me titull akademik në kundërshtim me të paktën 15 dispozita ligjore. Forumi kërkon që prokuroria të hetojë rast, ndërsa UT-ja të anulojë thirrjen e fundit publike.
Blendi Hondai nga Forumi për Ndryshime në Arsim në një konferencë të mbajtur për shtyp ka deklaruar se Arbëresha Bexheti Ferrati, e angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë, ka arritur që të avancohet në tituj akademik në kundërshtim të më shumë se 15 dispozitave ligjore dhe statutare, bazuar në raportin e Inspektoratit Shtetëror për Arsim. Viti 2022, Senati i Universitetit të Tetovës zhveshet nga kompetencat ligjore dhe i njeh Arbëresha Bexheti Ferrati titullin profesor inordinar të fituar në Beograd, Serbi, pa verifikuar nëse kandidatja i plotësonte kushtet e detyrueshme ligjore. Pa qenë e sigurt se e meritonte titullin paraprak, Arbëresha Bexheti Ferrati synoi edhe për më lart. Hondai i numëroi të gjitha ngritjet e Ferratit dhe shkeljet ligjore që janë bërë. Forumi për Ndryshime në Arsim i bën thirrje prokurorisë publike të hetojë shkelje të mundshme penale si keqpërdorim i detyrës zyrtare, falsifikim të dokumenteve si dhe konflikti të interesit. Ndërkaq, nga Universiteti i Tetovës kërkojnë që menjëherë të anulojë thirrjen e fundit akademike të Arbëresha Bexheti Ferratit. FNA po ashtu kërkon që bashkëshorti i saj Kenan Ferrati të shkarkohet nga posti kryetari i Senatit derisa ky rast të marrë epilog përfundimtar. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje për situatën e krijuar politike në Kosovë, e cila ka çuar vendin në një cikël zgjedhjesh. Në një deklaratë me shkrim e dërguar mediave nga zyra e shtypit të BE-s, u rikujtua se Brukseli vazhdimisht u ka bërë thirrje aktorëve politik që të sigurojnë stabilitet institucional. Na vjen keq që partitë politike nuk identifikuan një figurë unifikuese si kandidat për president, çka do të thotë se Kosova tani po shkon drejt zgjedhjeve të treta të përgjithshme në më pak se 18 muaj, thuhet në këtë prononcim. Theksohet se është urgjente që Kosova të forcojë dialogun ndërpartijak për të siguruar funksionimin efikas të institucioneve dhe për të mos humbur mundësitë që u sjellin dobi qytetarëve, përfshir ato në kuadër të planit të rritjes. SBA po bën presion që vendet e tjera të formojnë një koalicion ndërkombëtar për të rikthyer lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, sipas një kabloprogrami të Departamentit të Shtetit të parë nga Reuters. Kërkesa vjen ndërsa çmimet e naftës janë rritur në nivel më të lartë në më shumë se 4 vjet nga frika e ndërprerjeve afatgjata të furnizimit global me karburant. 2 muaj pas fillimit të luftës që ka nisur me sulmet e SBA-s Izrael ndaj Iranit, kanali detar jetësor mbetet i mbyllur duke penguar 20% të furnizimeve botërore me naftë dhe gaz. Kjo ka bërë që çmimet globale të energjisë të rriten dhe të shtohen shqetësimet në lidhje me rreziqet e një rënje ekonomike. Ndërkohë, presidenti i SBA-s Donald Trump pritet të informohet të njëjtën mbi planet për një seri sulmesh të reja ushtarake ndaj Iranit, me shpresën se vendi do të kthehet në negociata sipas një raporti të Axios të mërkurën vonë. Irani është zotuar të vazhdojë të pengojë trafikun përmes ngushticës për sa kohë që ajo është e bllokuar, gjë që mund të nënkuptojë më shumë ndërprerje të furnizimit me naftë në lindjen e mesme nga konflikti që ka vrarë mijëra njerëz. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.